Mirë, faleminderit. Ne kemi filluar një proces me të gjitha ekipet drejtuese të ministrive për të parë situatën lidhur me prioritetet, me problematikat dhe për të pasur një lexim të plot të çdo sektori në kontekstin e kësaj faze të qeverisjes. Dhe për këtë arsye menduam që të bëjmë edhe këtë takim me ministrin e pushtetit vendor, i cili skuadrën e punës tij ka faktikisht ju edhe të gjithë ata të cilët janë të angazhuar në nivelin vendor. Unë do bëj një kalim të shpejt të gjërave që janë diskutuar apo janë vënë në rrugë apo janë përcaktuar si prioritete, sepse janë gjërat të cilat ju takojnë të gjitha bashkive dhe në kontekstin e punëve të Shqipërisë janë gjëra që kanë një rëndësi të drejtë për drejtë për qytetarët. Edhe këtu kam një listë jo sipas rëndësisë, por sipas kohës në të cilën këto gjëra janë vendosur në agjendën e punës sonë të përbashkët. Ashtu si kundër, këtu në këtë listë janë edhe disa gjëra që një pjesë cilave Ervini e preku dhe që kanë të bëjnë me hapat e mëtejshëm në punën tonë përbashkët. Kemi përgatitur një projekt shumë të rëndësishëm për të mbështetur pushtetin vendor, projekt i cili udhëhiqet nga ministri Demo për të vënë në dispozicion të bashkive një flot të re automjetesh të cilat do duhet të ndihmojnë të gjitha proceset që kanë bëjnë me pastrimet e kanaleve dhe me punën e domosdoshme para përgatitore. Një pikë tjetër e rëndësishme është puna që ka nisur për të finalizuar sistemin e adresave, duke kërkuar nga të gjithë ju që të angazhoni shumë seriozisht në atë pjesë të punës që i takon bashkive dhe duke kërkuar njëkohësisht që bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme për këtë proces të udhëhiqet dhe të koordinohet nga Ministri i Pushtetit Vendor. Është bërë një punë, domethënëse në këtë drejtim, por duhet finalizuar. Dhe finalizimi kërkon edhe angazhimin e individëve. Ju e dini shumë mirë këtë gjë, dhe për këtë arsye në pikat e planit punës do të ketë një pikë të posaçme për të penalizuar çdo individ që nuk bashkëpunon me pushtetin vendor për të bërë pjesë e sistemit të adresave. Një tjetër komponent i rëndësishëm i punës tuaj dhe i punës tonë përbashkët është çdo vit dhe më tepër mbrojtja nga zjarri. Dhe jemi shumë të vetëdijshëm për mangësitë e trashëguara në logjistikën që lidhet me zjarfikset. Për këtë arsye kemi po ashtu miratuar një projekt paraqitur nga Ministri i Pushtetit Vendor lidhur me mobilizimin e një financimi të nevojshëm dhe duke shfrytzuar kapacitetet e
kompanisë që është një shoqëri e përbashkët shtetërore dhe private e ndërtuar, e krijuar ishtas në sistemin tonë të Ministrisë Mbrojtjes, do të fillojmë të prodhojmë dhe të vëmë në dispozicion të bashkive automjetet zjarfikse që janë të domosdoshme dhe do të bëhen gjithmonë më të domosdoshme, duke pas parasysh që fenomeni i zjarreve, sidomos në sezonin e pikut nxehtësisë, nuk po vjen duke u zbutur, po vjen duke u agravuar. Një tjetër pikë e rëndësishme e projektit të Ministrit Pushtetit Vendor për të modernizuar më tutje bashkitë ka të bëjë edhe me laboratorët e dedikuar për teknologjinë në klasat e shkollave të cilat sot që flasim janë mbi 300, ndërkohë që me programin e qeverisë të shkojnë në 1000. Ama nuk mund të jenë vetëm laborator të mësimit teknologjisë për nxënësit gjatë orës mësimit, por duhet të jenë dhe laborator të mësimit të teknologjisë pas orës mësimit. Dhe për këtë duhet patjetër angazhimi dhe puna drejt për drejt e bashkive për të organizuar një sistem ku të jepet mundësi fëmijëve, të jepet mundësi më të rinjve që të kenë akses në këto laborator. Një tjetër element është mungesa e një angazhimi uniform të plot në gjithë territorin të bashkive për sa i përket procesit të legalizimeve. Është e domosdoshme që bashkitë të angazhohen në këtë proces dhe në ndërkohë kemi lënë një detyrë për institucionin e kadastrës që në bashkëpunim me çdo bashki, por këtu duhet angazhimi juaj, të ndërtojnë planet prioritare të legalizimit. Në mënyrë që të kalendarizojmë procesin, ta bëjmë atë më të drejtë, më transparent, më të parashikueshëm për aplikuesit, duke vendosur një sistem. Një sistem ku të përcaktohet se ata që kanë aplikuar më parë janë ata që kanë radhën për të marrë përgjigje përpara atyre që kanë aplikuar më pas, për shembull. Po ashtu të përcaktohen zonat prioritare, sepse ju i dini zonat prioritare dhe si